çështje ekzistenciale. Gjatë bashkëbisedimit të radhës në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama u ndal sërish tek integrimi në Bashkimin Evropian, duke e cilësuar atë një çështje ekzistenciale. Sipas tij nuk ka rëndësi se kush do tulet për herë të parë në tryezën e BE-s, për sa kohë do të vendoset emri Albania dhe shpreh besimin se do të jetë një kryeministër nga Partia Socialiste. Futja jonë në Bashkimin Evropian, bashkimi me atë familje të madhe është një çështje ekzistenciale. Nuk mund të rrim veç, nuk mund të rrim jashtë, nuk mund të jemi delja që e ha ujku. Duhet futemi aty e kemi vendin. A jam unë që shkoj atje dhe ulem për herë të parë tek ajo Albania, apo është dikush tjetër, kjo nuk ka pikë rëndësie. Unë jam ama do ta vë atë Albanin atje. Do ta vë aty, edhe do ta marr për dorë kush tjetër. Çfarë do të jetë ai që do jetë? Unë besoj që do jetë socialist. Unë të jetë socialiste. Kryeministri ka ironizuar koalicionin e Sali Berishës duke ju referuar si koalicioni kënetës madhështore, i cili do të marrë fund me integrimin në BE. Flas për kënetën, këneta, aleanca për kënetën madhështore. Dhe jam shumë i prekur që kujtim Gjuzi, që posedon të vetmen gjë madhështore që kanë atë aleancë, mustaqet e tij, është lënë më njanë. Dhe patjetër jam ndjer keq kur kam parë Selami Jenisherin, i cili e ka denoncuar koalicionin me fjalët më të rënda dhe është shkëputur prej tij. Ata janë qepur Shqipërisë këmba këmbës kaq që viti 1912, ndryshojnë vetëm fytyrën, ndryshojnë emrin, ndryshojnë temat, po është e njëjta kënet. Është e njëjta kënet, është e njëjta specie që e përndjek Shqipërinë dhe me cilën do mbyllet filmi në momentin që do hyjmë në Bashkimin Evropian. Rama përmendi edhe disa nga projektet që po zbatohen në qytetet të vendit, si investimet në Bregdetin e Lezhës, që sipas tij do të bëhet si ai i Spanjës.